si në çdo biznes, fillimi është më i vështirë, se ne kemi parë pothuajse në 3 vitet e para, është një rregull, e kemi parë edhe tek ne funksionon, është që 80% e kohës kur je një startup duhet merresh me marketing. Okay. Ti mund të jesh shumë i mirë, të kesh pasion për shembull trajnimet, unë kam pasion të jap trajnime. Unë aty jam në atë në zonën time flow, në habitatin tënd. Që jam në habitatin tim, po e bukur është që vetëm 10-20% e kohës unë mund të bëja trajnime zëmbasdite. 80% e kohës më merr dhe marketing, shitje, emaile, postime, takime me klient, negocime, bëri ofertash. Është ai sforco fillestar. Është sforco dhe këtë këshill, këtë eksperiencë do doja ndaja edhe me gjithë dëgjuesit që shumë pak biznese apo shumë pak trajner apo shumë pak ekspert e thonë që nëse do hapësh një biznes, pavarësisht fushës që ti ke pasion të bësh gjithë ditën, ti nuk do merresh me atë. 80% e kohës, mendoje vitin e parë, apo unë do thaj edhe për 3 vitet e para, 80% e kohës do merresh me shitje dhe marketing.